Universiteti i Shkodrës Luiq Gurakushi nënshkroi një marrëveshje bashkëpunimi me autoritetin e dosjeve të ish sigurimit të shtetit. Kjo marrëveshje, tha rektori Tonin Gjuraj, vëmendjen kryesore do ta ketë kujtesa kolektive si dhe rishqyrtimi i veprimtarisë së ish sigurimit të shtetit, por edhe figurave të njohura publike në atë kohë. Spari nëpërmjet kësaj marrëveshje ne do nxisim dhe do inkurajojmë kërkimin shkencor. Ato janë dosje, aty ka informacion që kërkuesit, të cilët janë qartësisht orientuar në këtë drejtim, kanë një punë të pafundme atje. Së dyti, prandaj edhe është Fakulteti i Shkencave të Edukimit, është çështja e edukimit qytetar, sepse ne do ballafaqohemi me të kaluarën për ta ndriçuar si duhet në mënyrë shkencore, por që të jetë në funksion të brezave të ri, brezave të ardhshëm, dhe pa diskutim që një çështje e tillë ka të bëjë me edukimin civik, ka të bëjë me edukimin qytetar. Së treti, ne do të promovojmë, dhe kjo marrëveshje promovon nga pikpamja mediatike të kaluarën komuniste. Pra ne do ta ndriçojmë si duhet atë dhe pa diskutim që do ta zbardhim, siç e thash, në mënyrë shkencore, duke lidhur këtë pastaj që pas një pune kërkimore ose pas një studimi ne do të mund të dalim edhe me konferencat përbashkëta. Drejtori i autoritetit të dosjeve Gentiana Sula tha se marrëveshja e çon në një tjetër nivel kujtesën kolektive përmes formës akademike, që do të marrë për ta bërë më të besueshme dhe për të përmbyllur përçarjet. Jemi entuziast. Është një marrëveshje e mezipritur. Nuk mjafton dokumentat të jenë të aksesueshme, të jenë deklasifikuara, të skanohen, po nuk u lexuan dhe po nuk u lexuan nga mendjet e duhura, ato nuk kanë aq shumë vlerë, mbeten ashtu. Kështu që jo se s'është bërë kujtesë gjithë këto vite që sa mbaroi sistemi, njerëzit, sidomos në Shkodër, kemi parë një fole të interesuar shumë qytetarësh që vazhdimisht ka aktivitet, ka shoqata aktive, është muzeu i dëshmive të përndjekjes, bashkia ka që shumë e interesuar, ka ndodhur vazhdimisht kujtesë, po bashkëpunimi që bëjmë sot me Universitetin e Shkodrës e ngre të themi gjithë kujtesën në një standard akademik. Antarët e autoritetit të dosjeve u shprehen se shumë dosje të rëndësishme për historinë tonë ka mbuluar pluriaresës dhe kjo marrëveshje me Universitetin e Shkodrës mund të bëjë që të dalin në dritë. Kur shifin ato, aty duket rëndësia. Se ndoshta pluriaresës i ka lënë atje të fshehura të mbykur atje, po ngjarjet do janë sensitive, po gjithsesi mjeshtria e atyre që din të përdorin do mesin kujtesën e sidomos të rinjve. Kjo dëshirë e mirë nga të dyja palët të shërbejë vërtet zbardhjes sa më profesionale, sa më akademike të gjitha krimeve të shkuarës dhe sigurisht duke u zbardhur, duke u kujtuar dhe duke gjetur mënyra për të botuar, është shërbimi më i mirë që i bëjmë publikut dhe është rruga më e mirë që këto mos përsëriten. Marrëveshja mes Universitetit të Shkodrës dhe autoritetit të dosjeve do të shërbejë për të informuar publikun, për të hedhur dritë mbi të shkuarën dhe për të ndërgjegjësuar brezat e rinj në kuadër të punës dhe të veprimtarisë për zbulimin e të vërtetave historike dhe në nxitjen e kërkimit shkencor, edukimit qytetar dhe promovimit mediatik për të kaluarën komuniste në Shqipëri.